Këtu. Prap të sheshi. Apu një andej të gjithë kush ka nevoj, karike. Në radhë për një këtu. Edhe nga ana këtej, mundurini dhe nga ana këtej. Ose mund ta vëm këtu ne, një sekond. Ta vëm këtu edhe në pas, po. Hapë në shumë pas. Hajde Dori këtu me mund. Hajde Dori. Hajde Dori. Dori, ti kaloj dhe andej, se pas ka dhëmë andej. Kaloj një andej pjesë. Sempre. Dila de. Hajde Rigert të nisim. Po ashtu se ka makina atje, se mos u shqipin makinat, kaloni këtej më mirë, që ato kursi të lihen dhe lira. Po. Jo kamera ku ne makinave. Okay. Jeni live ju? Hajde Rigert, afro. Përshëndetje, si që shini, jemi prapë këtu. Duhet iki ky, jo ne. Të vinë këtu dhe të shtohet. Kjo duhet jetë një rezistencë për bau një pushteti që përdor monopolin e dhunës, që ne ja kemi dhënë përmes ligjit duke abuzuar. Abuzon përmes monopolit dhunës që ka nga ligji. Dhe të merë dhe të trajton në mënyrë të pabarabartë. Kupton? Të merë dhe të trajton si në apartheid. Pra nëse je qytetar që mendon ndryshe, je qytetar që nuk nështrohesh, je qytetar që kërkon dignitetin,
këta vinë dhe të trajtojnë si apartedi dikur. Edhe i vendosin qytetarët në kushtet pa barabarta të konfliktit. Këta duhet ta kuptojnë që ne nuk ikim këtej. Unë të paktën personalisht jam këtu për një kohë të gjatë, sepse besoj fort këtë që po bëj dhe besoj fort që këtu ka nevojë për një kulturë proteste e cila nuk është sa për të dukur, po është një proteste qëndrueshme e cila jep mesazhe. E nisa i vetëm, tani jam bërë 10, jam i bindur që do bëhen qindra që do flën këtu dhe jam i bindur që do bëhen mira në bulevard për të ikur ky, jo ne. Sepse ky na është dhe nuk është kjo ego që dikush të marrë pushtet, unë apo dikush tjetër. Jo. Ne po kërkojmë që ky të iki dhe një qeveri tranzitore, jo teknike, se s'ka gjë për të bërë teknike këtu, tranzitore, e përbër nga intelektualet më të mirë të vendit, brenda dhe jashtë vendit. Me një mandat 12 mujor për të përgatitur vendin për zgjedhje të lira dhe demokratike. Kush do thot që ky ka fituar zgjedhjet në maj, ky nuk i ka fituar, ky i ka vjedhur. Se nuk ka shans që të kapet një ministër në burg, 2 ministra në burg, 3 ministra në burg, 4 ministra në burg, 5 ministra në burg, një zvend s'ky ministra ratiset, e dyta kapet gafil për 53 milion euro dhe ky të fitojmë shumë mandate. Kjo është e pamundur. Ky nuk na tall dot, ky nuk na gjen dot, ky është një hajdut i rëndom që duhet iki. Nëse ky mendon që përmes baltës së tij, përmes analistëve që ky i paguan me lekë të vjedhura të tuneleve, rrugëve, ilaçeve të këtij vendi, dhe që manipulon opinionin publik, do të më bëj mua të ndalem, e ka shumë gabim. Sepse për ta tharë kënetën, unë e di që do më duhet i fus duart, pis aty në baltë, po një gjë është e sigurt, një ditë këta do thajnë, këta do ikin. Ndaj, Edi Rama, mësoje, bindu, që kohës tënde po i vjen fundi, sepse ti e pate mundësin tënde të artë të tregoje çfarë dije të bëje, dhe çfarë na tregove. Na tregove korrupsioni galopant si askund dhe si asnjëherë më parë. Na tregove që është normale të mos paguen ilaçe në spitale. Na tregove që ministrat me radhë, drejtorët e përgjithshëm, zvendës kryeministrat, të gjitha ata që kanë dhënë me ty, e kanë fut dorën dhunshëm në xhepat tanë dhe ti, nga mbrojtja individuale që thoshte se cili duhet ta bëj vetë, tashmë ke kaluar në mbrojtje kolektive, duke marrë në sulm drejtësinë me shpresë një do shpëtosh, ti do ikësh dhe fundi jo të ka ardhur. Kjo është një thirrje rezistence për çdo fermer që është përmbytur djersa e tij dhe nuk është pa gjendje e fatkeqësisë natyrore dhe nuk ka marrë lekët. Kjo është një thirrje për çdo blegtor që ju dogjën baktia në verë se nuk kish avion, nuk kish masa për zjarr fikset dhe nuk i ka marrë lekët. Kjo është një thirrje për banorët e çdo fshati në Shqipëri që u shkatrua shtëpia, se këta për fushat u thonë në të toni, pastaj pas fushate shkojnë dhe u shkatrojnë. Kjo është një thirrje për çdo që i vidhet prona në këtë vend dhe nuk e gjen të drejtën. Kjo është një thirrje për çdo student, për çdo të ri që detyrohet të ikë nga ky vend dhe që pak vite më parë, kur quat ky u manipuloi, por ndërkohë nuk ka mbajt asnjë nga premtimet e tij. Është një thirrje të dalin në çdo shesh Shqipërisë, të reagojnë, krijojmë kulturën e dëshkueshmërisë, krijojmë kulturën e reagimit. Kjo është koha për një rezistencë të madhe përballë hajdutërisë e Edi Ramës. Kam dhe 2 fjalë për presidentin e Republikës. Këtu, hajde se kam 2 fjalë për presidentin. E pash pak më parë që ki shprehur shqetësimin e tij të madh për çka ka ndodhur sot në Australi, me të drejtë bën që shqetësohet, po bën mirë të shqetësohet çfarë ndodh këtu me qytetarët e përgjegjshëm të kësaj republike,
që ky këtu pas po i dhunon. Ky këtu. I bëj thirrje çdo emigranti të niset në dhe kësa ere festa të mos i festojmë duke bërë sikur nuk ka probleme, duke u qarë me njëri tjetrin, e duke ullur kokën, e duke vazhduar, e duke ikur nga shpitona, po të vinë dhe ta kthejnë dhjetorin e këtij viti në dhjetorin e protestave të mëdha kundër hajdutit që ka marrë peng Shqipërinë. Për çdo qytetar që na sheh dhe na ndjek, i them, cili është krimi që kemi bërë ne? Çfarë krimi kam bërë unë personalisht? Dola këtu me një karrige, në një formë reagimi proteste që unë gjykoj se është e drejtë, si qytetari ndërgjegjshëm i këtij vendi. Me çfarë u përballa dhe po përballem bashkë me të gjithë këta që janë bashkuar? Me dhunë për të na hequr çadrat. Ndërkohë që ai si kryetari i Partisë Socialiste dikur ka blokuar gjithë bulevardin në çadër dhe e mban mend një mathe i vogël. Ndërkohë ne donim të vendosnim çadra kampingu. Madje u tham që të heqim në mëngjes, thjesht të flëm natën. Por jo, sepse ai e di mirë që reagimi qytetar mund të ndodhë nga çasti në çast. Çfarë kemi bërë tjetër? Kërkuam energji elektrike nga Bashkia Tiranë. Nuk na e sjell. Kërkuam ndihmë për gjenerator nga emigrantët, nga qytetarët. Erdhi Dritan Toci nga Londra, punëtor, ndërtimish. I ka me gjak lekët. E bleu gjeneratorin, e solli, pa u ndezur mirë generatori, erdhën ta merrnin me dhunë. Po sot në këtë protest që u bë këtu, pse e lejuan gjeneratorin këta? Pse? Pra nuk mund të trajtohemi ne si në apartheid, si qytetar dorës së dytë. Ne kemi të drejtë të marrim korrent. Po mund të thotë zotri, për 3 orë që e more korrentin, kushton kaq lek, fatura 10.000 lek, 100.000 lek, nuk e di. Të vi dhe ta sjell. Po nuk mundet të më sjell mua dhe këtyre policin bashkiake të na vënë gjop ne pse ne kemi kërkuar energji elektrike, nuk na e ke dhënë, kemi marrë generator dhe pas kemi zënë hapësirën publike. Ku është parë kjo? Kjo është tallje. Dhe ti që më dëgjon, e di që këta e bëjnë për ditë ata. E bëjnë te lokali jot kur vinë të dhunojnë, e bëjnë te prona jote kur vinë të dhunojnë, e bëjnë te fëmia jot kur i marrin të drejtën, e bëjnë te pensioni jot kur ta lëna kësaj ke. Sepse këta janë mësuar të na dhunojnë se ne nuk kemi reaguar. Po çfarë bëm tjetër ne? Sot në të drejtën e Zotit po rrinim në protestën tonë, kemi njoftuar me shkrim policinë çdo ditë. Po rrinim. Më vinë më thonë ikni. Porosis djem dhe vajza, tu them, hiqni këto ngroset bomblat e gazit. Për shkak të protestës, çështjet e sigurisë, dhe i hoqëm. I porosita unë. I hoqëm. Kishin ngele aty bidona me ujë portokallë dhe ne me karrige. Erdhën dhe në një mënyrë barbare na shtyn, ikni ju të protestojnë sa të tjerë. Po ku është parë kjo? Dhe unë nuk kam asnjë gjë me të tjerë të protestojnë, përkundrazi. Po duhet rrim dhe ne dhe ata. Jo, ikni ju të vinë ata, mor zotri. Dhe ne dhe ata. Ne këtu ku jemi, ata aty ku vinë, dikush tjetër nesër aty më tutje, secili në mënyrën e vet të protestuarit. Çfarë duan të bëjnë këta? Ky regjizori këtu, ky hajduti. Ky do që të vendos mua në konflikt me demokratët. Nuk do ja dal dot. Unë kam respekt të papar për demokratë të ndershëm. Një duar trokitje për ta. Dhe ky shesh duhet jetë i demokratëve të ndershëm, i socialistëve të ndershëm, i njerëzve pa parti, njerëzve me parti, i të gjatëve, i të shkurtëve, i atyre me ngjyrë, i atyre pa ngjyrë, i atyre që janë të krishterë, i atyre që janë muslimani, i atyre që s'besojnë në Zot, sepse të gjithë kanë të njëjtat hallë në Shqipëri. Gjithë dhe u vidhet prona, gjithë shtypen, gjithë dhe u bëhen pa drejtësi. Dhe çfarë bën? Na morën zvarr duke tentuar të na vënë në konflikt me policinë e shtetit. Këta nuk do ja dalin kur do të më bëjnë mua që ta urrej atë uniform, sepse unë jam rrit në atë uniform. Por fatkeqësisht, dhe këtu oficerët e ndershëm më japin drejt ata që më dëgjojnë, në policinë e shtetit, përveç atyre burra dhe grave të ndershëm, që jetojnë me dinjitet, kanë futur zgjatimet krimit, dhe ju e dini mirë
që kur vjen fushata, krimi breth në për Shqipëri, sepse garancit e krimit në policinë e shtetit i lejojnë. Ndërkohë, që ne që duam protestojmë si qytetarë të ndershëm, na shtyjnë zvarë. Dhe këtu i bëj thirrje çdo punonjës të ndershëm, çdo oficeri të ndershëm policisë. Ta dini, ju kam në zemër dhe jam me ju gjithmonë. Po pse u çova dhe ika? Pak më tutje. Për të mos ja dhënë kënaqësinë e Tiranës, që kish sjell këtu 300 veta sot me kontragaza, thua do ndodhte nami, që kish vënë ato blindat aty për të mbrojtur xhamat, gjasme kishin informacione që këtu do digjej dynjaja, ë? E gjitha një show për të bërë këtë që bën, ë? Donte të më fuste mua dhe këta në konflikt me demokratët, e ndershëm. Nuk pranova. Thash, pak më tutje dhe prap këtu. Sepse ai nuk do ta ketë më kënaqësinë që t'i përçaj njerëzit. Nuk do ta ketë më këtë kënaqësi. Sepse der këtu ka ardhur eksaktësisht me këtë gjë, përça dhe sundo. Nuk duhet të përçajnë njerëzit, duhet të bashkohen kundër Hajdutit. Respekte. Po jemi. Po. Miq, shpërndani këtë live që ta shohin i madh e i vogël çfarë po ndodh këtu në Tiranë. Dhe uroj që se cili nga ju të gjej fuqinë e një qytetarit përgjegjshëm, siç bullgarët e gjetën në Bullgari, siç rumunët janë shesheve, siç hungarezët kanë nisur të çohen, siç fermerët grek kanë javë të tëra që kërkojnë të drejtat e tyre. Gjeni forcën dhe bashkohuni me njëri tjetrin në shesh kundër regjimit më hajdut të Europës, ndoshta edhe më hajdut të botës. Mos e harroni, nuk ka forcë më të madhe se populli kur bashkohet. Kujtoj të gjitha ato raste ku shoh policit apo policët e rendit të cilët me banditët sillen si gjunaqar dhe si frikacak. Dhe trishtohem sa herë i shoh, sepse dua të shoh organet e policisë, organet e vendit ku jetoj, si organe dinjitoze dhe që zbatojnë ligjin, por ata i friksohen banditëve në rrugë me makina të shtrenjta dhe ndërkohë sot bën si trima me ne, me disa djem me vajza të rinj, të cilët nuk po u shkaktonin asnjë tension. Ne në asnjë moment nuk i cënuam. U ulëm në përkarriket tona dhe ishim të gjithë duke qëndruar krejtësisht të qetë, sigurisht të vendosur për të vazhduar protestën tonë në vendin ku e kishim deklaruar. Dhe jemi goditur sot, jemi shkelmuar nga këmbët, është shtypur njëri nga mbështetësit tanë që vinte nga Londra prej disa ditësh, është në spital.
dhe shpresojmë shumë shpejt të marrim informacion mbi gjendjen e tij, por mbështetësit tanë vetëm sa po shtohen faktikisht dhe vendosmëria jon vetëm sa po forcohet. Përse? Sepse në qoftë se ne dolëm për një goditje që ju bë gjykatës kushtetuese për 50 milion euro që vodhi Belinda Balluku me njerëzit e vet, ne sot po kuptojmë që kemi shumë më shumë arsye për të dalë në shesh. Sepse sheshi është organet dhe gjithë institucionet në Shqipëri janë kapur në mënyrë kapilare në të gjitha strukturat e veta. Fatkeqësisht, çdo institucion është politizuar deri në atë pikë që na kanë mbytur dhe ne nuk jemi dot më të lirë. Dhe ndaj ftoj të gjithë shqiptarët të kujtojnë çaste kur dhunohen nga ky shtet, qoftë në punë, qoftë në rrugë, qoftë në institucione të ndryshme, të gjithë pensionistët i ftoj që të bashkohen në këtë protestë. Përse? Sepse fatkeqësisht mosha e prindërve tanë luftua në 91-shin, rrëzua një bust, por nuk e arritën dot Shqipërinë që donin. Ndoshta edhe për shkak të disa kompromiseve të gabuara që ai brez bëri me jetën, me politikën, me paran, me materialen, me interesat vetjake. Është shumë e rëndësishme që ju të ikni të nderuar nga kjo botë dhe të lini të rinjve shqiptar një Shqipëri të mirë. Duhet të vini këtu dhe të pendoheni të gjithë ju që keni votuar këtë njeri, që keni forcuar bustin e këtij njeriu, e keni bërë kaq të fortë që të jetë në gjendje të na shtypi të gjithëve ne. Duhet vini këtu dhe t'i bashkoheni protestës, sepse ju ka lënë në harres dhe po abuzon, madje tallet me të gjithë pensionistët duke luajtur lojë të pisët sa herë lëshon kocka për ta. Ftoj të gjithë studentët, të cilët duan të ndërtojnë një të ardhme të ndritur në vendin e tyre, të vinë këtu. Të gjitha nënat, të cilat duan që fëmijët e tyre të kenë një Shqipëri më të mirë, nuk mund ta kenë nëse nuk sakrifikon sot. Në qoftë se ne do jemi shumë në shesh, nuk është e nevojshme që të rinjët e reja të flenë këtu për një kohë të gjatë. Ne mund ta rrëzojmë këtë njeri. Më besoni që është në momentin e tij më të dobët, sepse ka bërë shumë vepra të jashtëligjshme dhe problemet e tij janë aq të mëdha saqë ai është paksuar, është pakur, është i vogël. Mund bëhet akoma më i vogël nëse vjen edhe ti. Bravo! Dua sot nëpërmjet këtij live-i të inkurajoj të gjithë forcat e BKH-s, të t'i përshëndes njëkohësisht për veprimin e tyre që kanë ndërmarrë duke shkuar te kryeministria dhe duke bërë punën e tyre. Jemi të bindur që drejtësia do të vërë gishtin aty ku është problemi vërtet. Dhe problemi vërtet është Edi Rama, nuk është ministrat dhe nuk janë ato drejtorat e vegjël që firmosin në emër të këtij. Edi Rama është ai që jep urdhrat, Edi Rama është ai që merr dhe i tregon se ku duhet shkojnë 50 milion euro, kështu që unë inkurajoj të gjithë forcat e rendit që ti mbështesin ata të BKH-s të cilët po bëjnë punën e tyre, ku prokuroria posaçme po i vendos përpara drejtësisë një nga një të gjithë korruptuarit. Të korruptuarit nuk e kanë vendin në qeveri. Të korruptuarit e kanë vendin përpara drejtësisë. Drejtësia duhet të kthehet në këtë vend dhe të marrë me radhë në përgjegjësi të gjithë këta individ, por nuk mjafton. Duhet me patjetër që shoqëria të ndërgjegjësohet dhe të mbështesë drejtësinë, të mbështesë reagimin qytetar, të vinë dhe të na bashkohen në këtë qëndresë që po i bëjmë Edi Ramës dhe korrupsionit të tij. Të korruptuarit janë bërë bashkë për t'ju kundërvënë drejtësisë, për t'ju kundërvënë BKH-s. Nëse qytetarët vendosin të rrinë pasiv, jeni të bindur që edhe ajo fije shprese që është sot tek SPAK-u dhe tek GKK-oja do të shuhet, sepse të korruptuarit kanë në dorë krimin, kanë parat tuaja dhe kanë gjithçka. Ajo çfarë nuk kanë ata në dorë është pikërisht ky grup që vjen këtu e proteston çdo ditë
Dhe janë të gjithë ata qytetarë që po presin momentin për të bashkuar, sepse këtu vërtet në fillim e nisëm pak dhe çdo ditë po shtohemi e po bëhemi shumë, nuk ka në asnjë vend të botës që të ketë ndodhur që një klik që është në pushtet dhe ka marrë në kontroll çdo institucion të vendit të ketë rënë pa u ngritur qytetarët. Kështu që harrojeni se ky ikën nga ai vend, nga qeveria shqiptare pa reagimin e qytetarëve. Ne jemi këtu për t'i ftuar çdo ditë, për t'i ftuar qytetarët shqiptarë që të bashkohen në protest kundër qeverisë më të korruptuar në Europë. Edi Rama nuk largohet pa bashkim të madh të qytetarëve. Këtë duhet ta ketë të qartë çdo qytetar shqiptar, çdo qytetar i ndershëm i këtij vendi. Mendoj që çdo shqiptar i cili na ka parë, na ka ndjekur, që na shikon, e di tashmë se sa e rëndësishme është reagosh, protestosh. Nuk mendoj se duhen më shumë arsye se ajo çfarë keni parë përgjatë gjithë këtyre ditëve. Nuk mendoj se duhen më shumë arsye për të parë se sa frikë ka Edi Rama qytetarët e lirë. Nuk mendoj se duhen më shumë arsye për të kuptuar se nëse bëhemi të gjithë bashkë, patjetër që mund ta largojmë një qeveri të korruptuar. Kështu që mendojini mirë gjithë arsyet, mendojini mirë familjarët tuaj, mendojini mirë fëmijët tuaj, mendojini mirë çdo gjë që ju rrethon, çdo gjë që ju ndodh dhe na u bashkoni. Nuk është më koha, nuk është më vendi të diskutojmë kush ka thirrur një protestë, kush është ngritur në një protestë. Nuk është më koha të mendojmë dy herë a duhet të dalim, a duhet të reagojmë. Është tani momenti. Duhet patjetër të dalim masivisht, duhet të tregojmë se shqiptarët, se një brez i ri, se disa qytetarë të lirë e kanë ndarë mendjen për të larguar një qeveri të korruptuar. Na u bashkoni çdo ditë, pafund, ditën dhe natën derisa ta largojmë. Çdo ditë ora 16, ju presim këtu. 18:00. 18, faleminderit. Çdo ditë ju presim këtu ora 18. Është shumë e rëndësishme që të bëhemi bashkë. Është shumë e rëndësishme që të reagojmë kundër kësaj qeverie të korruptuar. Faleminderit. Pra, si që shikoni pas përfundimit të protestës së Partisë Demokratike, ky ishte vendi i krimit cilin policia e shtetit vendosi ta shtynte me dhunë, pasi karriget tona, pasi mjetet tona, siç duket ishin rrezik për sigurinë e ambientit të kryeministrisë, por patjetër që ashtu siç e kemi thënë, që në fillim kjo protestë, kjo rezistencë e qytetarëve të lirë do të vazhdoj pa pushim nga mëngjesi deri në darkë, nga darka deri në mëngjes. Pikërisht në sheshin e kryeministrisë përballë Edi Ramës dhe çdo qytetar i cili na ndjek, çdo qytetar i cili e ndjen që duhet të reagojë, duhet të na bashkohet. Çdo ditë në orën 18:00 ne do jemi pikërisht këtu në shesh, siç kemi qenë prej 7 ditësh tashmë dhe 8 netësh. Nuk ka frikë nga Edi Rama, nuk ka terror nga Edi Rama, nuk ka presion politik i cili mund të ndalojë të rezistencë qytetare e cila e ka ndarë mendjen për të qëndruar, për të vazhduar dhe për të rezistuar.